Për mua ka një gjë aty, një lost in translation, një humbje në përkthim që ka ndodhur tek ai rrëfim që u bëra tek Alketa dhe tek unë. Sepse unë jam në proces transformimi, por është proces. Ajo që as kuptohet tu që kjo është proces. Ashtu siç mua njerëzit më shihnin, më thoshe ti frymëzove tani më jep dhe mua mendim si ta bëj unë historinë time. Madje më vjen të keq të thoshin njerëz edhe unë dua të ndajmë. Thash një sekond, grua, mos merr mendimin tim, nuk e di si është situata. Bë analizat e tua. Unë nuk kam kaluar depresion në jetë, nuk mendoj, kam kaluar orë depresive. Në filozofinë mos të çuar nga krevati, se nuk e kuptoj tamam. Ankthet e mia, siç ishte ankthi sot para programit, janë ankthe si para provimeve, pra një ankth normal, nuk kam pasur marrje fryme ose fle gjumë, por pata një moment që realisht nuk ishte relaps, por ishte një moment shumë i vështirë, sepse kam kaq shumë presion në këtë moment,